po e diskutonim dhe tham, jemi shumë të lumtur që keni ardhur të dyja. Po, dhe unë jam shumë e lumtur që kemi ardhur ne të dyja, se ju kanë ardhur njerëzit e dur. Kishit marrë fund. Jo, s'është puna se kishin marrë fund. Po, neve... Ta motivuar, pra. Po, filloj domethënë se dinamika dhja fillon edhe zbrazesh. Po, kur rrotullohesh gjithkohon në një muhabet. Edhe... Të shpifet. Edhe kanal. E pra, jo, dhe unë jam shumë e lumtur, unë nuk naqa shumë dje. Shumë mirë kam flet, ndihem shumë mirë me ju. Varoj adrenalina do varoj shumë shpejt. Po unë prandaj du ta përdor. Adrenalina do varoj shumë shpejt. Unë prandaj du ta përdor. Du ta përdor, se unë si jetoj do të pa adrenalin. Unë fikem. Sepse këtu nga jashtë gjatë shumë bukur, por... Po më beso unë fikem pa adrenalin. A mirë, shumë mirë. Jo, unë shishyrë. Dil. Ja, nej. La rosa që po lahen. Ishte i bukur. Brenda në liqen. Hajde këtu. Ti hidi për të ngrënë edhe të filloju me pastrimin. E ka lopatën Indri? Atë po presim. Si shkoj vita i tani? Po mirë, mos përgjithëso kështu se pastaj më duket vetja e pavlerë. Jo, ma se është. Do më lësh mua me blerinën ke pullat. Qa thash? Jo, mirë. Okej. Thash gjë? Jo, se sa po tha jo të pullat. Po, ke lopët. Jo, më qëta lopës, lopa shumë e vështirë. Po ku do, ke gomari dhe ke kali? Jo, ato janë shumë vështirë. Po kaq janë. O 10 medelet, o lopët, o gomari dhe kali, o pullat. Marrë një të reo, nga këto të rejat që... Po prit, se ne... Qa, gjene vedetit, qa thot? Ne mund të gjumojmë dhe lepurushat së bashku. Të halë ndekun kur shkon të shtava, si gjenë të fjetë, për të mëjnë për i lërë që po afroesh, edhe i shëf tana kështë. Se du me dalë. Të prit, kur po vjen dhe me. Ne, kasinat bëqelli. I kasinat bëqelli. E për që i kasinat bëqelli? Po. Pash. Me zbraz diku këtu, se të gohata si ta zbraz, në falë. Govata. Po si zbraz të gohata? E bëj kështu, me rimor kjo. Ja, prit. No, della cere così, pau. Okej, unë thash të kishe bo kështu. Si? Thashtu shmo, prit. Hajde. Prit. Bëja kështu. Tja derë nasipër. Një sekund. Po pra, ta kuptoj si që procedurë. Sekund, shiko. Mos e prekës është më pis. Unë propozoj që ti ta bësh kështu. Ta sjellësh këtu, edhe ta derdhësh kështu, se të ndihmon. Shtu. E kema kollaj ashtu. Bravo. Po, a? Ja. Shtu të the? Ja. Shikon. E pe. E pash. O babi ka në artot bashkis. Ku janë? Jo të administrisë bujësis. Thuaj sonit që po presin lopatën. Po. Okej. Dash, kjo është dash. Shive si i ka ndalë brirët. Ti të vogli? Po. Kjo dash. Kjo i montot. Filloj nga e vetë. E dash i bukur. Me syze të dyve me mushama të dyve dur në gjepë. Dash i bukur. Së mirë është. Po më pa, se s'kam për ta qitë në ekspozit, jo. Sa me i hitë.
Golfi është më pëlqeu. Një tjetër. Ndoshta qofsha unë gabim. Po... Të ndi. Ndaj ndoja të të pyesja si të duk ty. Se ndjeva që ti kishe më afrimitet me dy. Ata hinë bane ingreso pum kështu. Jo, po ndjeve, po them ndarë, kur erdhëm kishe një farë afrimiteti me dy. Kretë që si, dhe më thani, ishë shumë konflikt që kretë kollaj me ta. Jo, nga që erdhës edhe natën të dhoma, pra ndaj po pyes. Nga që? Them, po pyes, si të duk ty, gjeri. Nga që thebe, po nga që erdhë edhe natën. Urla, sorry, në është ty. Mi me që pesë kështu nuk bëhet, hajde ikom se... Jo, rikëtu, nuk do ikëm. E po, doja të flisja me ty. Pikrisht për hajde shkoj me ty se s'ni. Nga që erdhë e the dhe natën, e the kështu. Po pra të mama, dhe doja të pyesja, si të duk ty. Shumë mirë me të dyja, shumë mirë, kishim nevojë për dy elementet tillë, se kishim ra pak si energji kështu. Okej. Kishim bë pak boring. Okej. Fermer. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Në firma VIP do të mbahet kampionati I volejbollit. Jemi. Sfida do të mundësohet nga Concord Group, grupi më I madh Po prito na thujem fund fjalisë. Sfida do të mundësohet nga Concord Group, grupi më I madh I investimeve në Shqipëri, një herë është sponsor general I ferma VIP 3. Bravo Concord Group. Hajde, maknej. Bëni ma. Pik. Vish. Ja, Po pse do t'i kapun topa të Bravo. Derisa të eliminohet. Bravo. Këtu. Zhak. Perfekt, fute. Bravo. Wow. E imja. Wow, zbuja, po thritë të është. Bravo. E po, e vërtet është. Ka diqa. Gati. Sara. Bukur. E imja. Vaj, he. Tu. Ja. Qeshe është kap me. O bujar. Kape me dy duar Ja, pyet arbitrin. Arbitër. Një bëri 4. 4 pikë marrin setit. Për 4 pikë Kemi 2 rëra tjera. Le. Bravo. Bravo, e jotja. Le. Kape. Se një 5-8. Son. Jep bal topin. Hajde. Bravo. Kape buj. Jam këtu. Lëndisha. Më mundova. Derina, Bojaka dhe Inida. Pritë, nuk ishte fishku. Okej. Gati, bëuni gati. Ile këtë bajt s'ka që. O visi. Visi u vrave. Brave? Se kape ti. Kote prega. Lej. Jas, Brena, vis. Vis. Ja, brava! Ishte viz. E prejti verdës. E bash. Ishte viz. Puna e vizë. It's okay. Ishte viz, bro. Viz, pik për Fordin. Gati. Jemi. Le, hop. Edhe je. Bravo. Nga pik. Është Pantera. Gati. U kryu bënë së një tresh. Nëse vazhdojnë Qa e tu hongër, Lali, e tu hongër shumë i të ngrish. Prit, mbaroj. Ta keni gjithë. Kom halë nominimin. Je tu hongër. Me qpojnë. Edhe një pikosh? Pa. Gati. Le. Fituat. Finalja, nesër. Aramiras
Dhe Hyundai. E kishin marrë super seriozisht këta. Po, unë seriozisht e mora, po u dorëzova në moment caktuar. Ka kuptu edhe Agaj që po i Po ti fitove, qa ke? Po pra, pse je mërzitur? Heqin trut pa drejtësit. Ose kur rregullat ndryshohen nga një skuadër në skuadrën tjetër. Unë e thash vetë që kisha Më ikën truri. kundër interesit tim. Ferme, është momenti për fest dhe muzikë. Knock knock kusha, it's me kusha. Future kusha, knock kusha. Drip drip kusha, jet fit kusha. Mobile shit jet në vet na në As soon as the beat drop, we got the streets locked overseas. I'm Johnny MC in the rock. I came to see with my knees in the spot. On the kill the beat, drop your body like a top. 1, young, 2, you. Neve po jetojmë djalë inspektor që pare, se neve jetojmë në të shtëpi. Shtëpia është e madhe, ka vënë për gjithë. Nuk është ai problemi, problemi është që jam 15 vjetë, e kupton, ka shumë dram brenda, përveç se kujtimet bukra, kështu që... Dhe ka që marrëdhënie shumë intensive. Jemi këtu. Unë jam e lumtur që ju kam, faleminderit. E pra, specialia tjetër do ishte. Po se nuk e di njeri me edhe këtu edhe mosës këtu ja thash. S'di që njeri. Po Amoni të paktën ka një të mirë që duke qenë fëmijë autik, nuk manipulohet. Edhe tashti unë kam problemin, Amoni s'ka si problem, më shumë e dua shumë, ai është shumë i mirë, shumë fëmijë i mirë, është shumë i rahatshëm. Në fillim ka pasur simptomat shumë të dukshme dhe të forta. Dhe ishte vërtet shumë 100% autik. Vetëm ikte, nuk dëgjonte komandat, nuk dëgjonte emrin e vet. Dhe ka ndryshuar aq shumë. I ka ikur autizmi pothuajse fare, tani i ka ngel vetëm. Pse? Sepse ne e kemi trajtuar si njëri normal. Dhe duke qenë të vetëdijshëm, unë s'kam krijuar drama fare aty, e kam pranuar, bile e kam dashur më shumë në momentin që e kam kuptuar edhe e jam përpjekur që t'i përshtate mënyrës atij, domethënë mos ta detyroj ato të bëhet majmun dhe papagall dhe të sforcohet, po që ta shoh se nga si mëson ky fëmijë. Keni ndjekim për një rrugtim? Po, edhe ka ecur shumë mirë. Dhe unë nuk duaj që të zihem që të ketë ambient toksik. Hajde këtu. Hajde. Nuk duaj që të kem ambient toksik aty të zihem në sy të çunit për gjëra. Jo, shumë mirë. Aty pastaj jam e detyruar shumë të mbyll gojën
Të mbyll komplet, mos flas me asnjëri gjithë ditën brenda ose në verand, nuk dal fare. Nuk flas me asnjëri, vetëm me çunin. Po ju gabim ke bërë. Që ti nuk e shprehur atë të tënde. Kam pasur nevojë vetëm për veten për të bërë terapi me veten time, kam shkruar. Shkruaj për veten, nuk i botoj. Dëgjoj muzikë, mendoj, meditoj. Meditimi është për mua aja. Sa i lumtur me mëngjes me 2 velina, Velina të ëndrave, të çdo shqiptare. Po dhe ne nuk jemi më pak të nderuara. Edhe ti nuk jemi më pak velin se ne. Velush. Ti Biladi, tamam ato lëvizjet të tyre i di kështu pa. Ato i bë me para se të fleje. Ja kështu fup. Je shumë i fup shumë. Fup. Je shumë i fup shumë. Djejer, ke qenë lastik. I papa, po knaqem ndjem fare. Po, mirë. Lastik. Edhe vetëm dasëm. Kena me dalë me barë prej të gjitha të muzika dasme. Se mujnë e mjolti dhe marum. Romiri herë duket që është me barë. O Gjela të prit kur të lindi. Po ai gjithmonë vjen duke thënë lindi dashi, lindi ky, lindi dela. Veti hiç. Refuzoj imponimin të më drejtosh, nuk e lejoj. Qoftë duke hequr shikimin, qoftë duke ikur fare. Po pse keni kapur kaq shumë me këtë gjën e drejtimit? Po sepse unë nuk e di kush ka kap tjetër, unë kështu jetoj jetën time. Jo, paka shumë gjithë. Se di kush tjetër. Dhe asnjëri s'mendon që prit se nëse për shembull me Ilirin ose me dikë tjetër njerëzit bashkohen. Unë s'bashkohen asnjë, jam vetmitare. Bashkohen jo se i lidh një lojë ose një dinamik, bashkohen sepse i lidh një koncept, një mendim, një sistem jete ose bashkëjetese. Po, por manipulimi është i çdo lloj forme, nuk është mund të jetë aq i sofistikuar joti për shembull. Vije fjala dhe i drejton njerëzit me një lloj forme që nuk ju duket sikur po i kontrollon dhe drejton. Unë atë e kuptoj. Ha bukuri. Teo. Anilja si kinje. Shumë mirë kinje. Ej, kryve. Si fletet i mi zemra ime, si fletet i mi zemër. Piu. Goca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Goca. Po ti? Mos mi, zgridare dhive! Il cibo delle galline, no? Delle polle. Delle polline. Kam shkruajt drama atje, kam për komedi, po si ja blen asnjë gjë. Tashi, unë kam kuptuar që në shekullin 21, artisti kryesisht e bën artin për vetë. Për vete, unë për vete e bëj, për terapi e bëj, për qefin tim. Pastaj, qa ta përcen atë?
Megjithatë ka oaze, në gjithë botën me oaze po bëhet. Hiq disa shkrimtarë për shembull, ja përdorzoj Milan Kunderon që e quajnë shkrimtar i madh. Maskil është, maskil. Mediokër s'është, po është maskil. I ndan ato, nëse janë ndaj gjërat i hera, i rindan. Kupton, po frymëzimi nuk është. Po kur bëhesh pastaj shkrimtari i tyre për masave, ke detyrimin të shkruash moza. Dhe e sforcon frymëzimin. Vjen, domethënë, e kërkon me çdo kusht të bëhet qëllim në vetvete dhe aty humbet vlera artistike pastaj. Shiko, po të vesh re, letërsinë botërore është ndërtuar e gjitha prej burrash. Shumë pak gra ka që dhe ato që janë mbahen kështu si rasti dytë. Dhe burrat e din mirë se çfarë është politika, ku i ka qëllimet edhe çfarë kërkon. Nuk e di mushet son shumë kjo pjesa kur vinë nga jashtë dhe fillojnë e sulmojnë, pas se në fundit edhe e kuptoj nga njëna anë se s'kanë që me 24 orë që kanë me të thana, aty parasysh. Po mund mos thuash dhe të njohësh tjetrin. Po. Nëse ti ka ardhur për këtë. Nëse ti ka ardhur këtu për të ndjenja 1 javë, 2 javë. Jepet, po. Si jemi thesa boksi. Po, ajo është ideja. Jemi qenë njerëzore. Ajo është ideja. Edhe më shokon edhe më shumë kur ky individ ka qenë opinioniste e kësaj gjës vjet. Pavarësisht se kjo gjë s'ka lidhje fare me vjet. Po pse prap, presioni është i njëjtë, njerëzve që janë të izoluar. Sa i bukur ai që një vogël se Ashtu ka kështu bitë. I shef të tjera, të shef në vetë që habar. Rriti i mori erë, po s'di si me që me i Po qa po bëjnë këto, mos si e hajnë ta? Si e hajnë ta? I shef ashtu. Duket i qiki dopët. Po ka 2 ditë më burë. A lindit premten? S'ka ditë me e botë ty? A e ke pa të pi qumësh atë të voglin? Edhe sot? Din me e Jo, sot jo. Duket i qiki dopët, apo ja? Mund t'jetë kështu si natyri dopët. Marove me zorën. është pak më i rritur se dje. Filloj me hëngër bardhë. E kap ai, e kap gjirin, mos ja ki meragun. Ku je lipër? Dhe po rush e po dokesh. Wow! Bravo! Salatat. Ja thema salat I ka mjell muza. Mamen? Bravo. Se qelon ato të mia? Këto janë. Moza të nga për salat. Edhe i liri disa, po s'ka rëndësi. Bravo. Po edhe lirë, po mozës t'ja lam që i mytë më jeshtë. Unë zash, këto s'kanë për qelë kurë. Nuk janë gjame. Po që ka vërtet që Qako lidi pak të me Me pak helme. Ti mund mjellësh ide, mund mjellësh menime, mund mjellësh salat. Nuk e dija që mund mjellë salatun, unë thash të s'kanë për të bina i herë, po hajtë po i fuz gjitha, i futa unë. Bravo. Ti kur mbjell ide, salatat i ke kollaj fare? Të lumë do mes. Vallaj do mjellë salat. Me rastin e ditës së nënës, Agaj ju fton të daloni për pak nga rutina e fermës. Secili prej jush do marrë një letër dhe një stirolaps dhe është i lirë t'i shkruaj disa rreshta nënës së tij.
që ta që me jetë të lumtur. S'ke shkon nga ime! Pas ka dal? Kur prisje ti? Për që e bone ti? Për festa familjarë? E ka bo për në sirtarë. Unë priset! Faleminderit! Ua, për qëne! Nga që tani është momenti sot. Urim! Ja, surpriz pra! Dhe djel! Sa është data 9 maj, po. Një sekundë, sot të këndu i shoqe ime. Një sekundë, më s'fol. Po pra! Në që e ma e bu më shkoj një vlograja. Po! I love this. Thanks, man. Bravo, oj! O Zhaku, po ku ke pëqenë me? Me raport! Po, ua, Zhaku. Po ku ishe me sisteme? Për pedia. Gati, 3, 2... Spektator dhe telespektator, jemi këtu në ambientet e ferma VIP 3 në një ambient jashtëzakonshëm si që shifni edhe ju akull pastër në fushën e volejbollit ku do zhvillohet një finale e jashtëzakonshme mes dy skuadrave akoma dhe më të jashtëzakonshme që mezi presin të jashtëzakonishim jashtë. Atëherë, ky event financohet nga Concord Group, është sebepi që na mlodhi sot. Organizohet dhe financohet. Dy skuadra fantastike me në sfond kanë një fort jashtëzakonshëm dhe këtu kemi medaljet që do fitoj gjithë secili, kemi medalje ari dhe medalje të argjenta që janë për vendin e parë dhe vendin e dytë, si dhe një kupa e jashtëzakonshme nga Concord Group që ofrohet atij që do fitoj eventin. Melia Garu. Po. Por problemi është tu që Merje? Mirë, Më përket. Më përket, a? E keni një shi, a? Ka remontime. Unë si marrë dhe veç e prej. Qa do fitojnë fitusit, thuj? Atëherë Melia Group bën të mundur pra këtë organizim të jashtëzakonshëm sot dhe fitusit do fitojnë në radhë parë dinjitetin sportiv. Moza. Dhe kemi dy skuadra. Skuadra e parë është Arameras dhe skuadra e dytë është Hyundai. Skuadra Hyundai përbëhet nga, letë filloj me Aramerasit. Kemi dy lojtarë fantastik të cilët i kemi blerë në Itali, Lirin dhe Indrin. Faktikisht blem njonin, por na dhanë për kusur tjetër. Ashtë ble Liri dhe na kanë thonë Indrin, ashtë ble Indrin dhe na kanë thonë Liri, që nuk e di. Kemi dhe Sonin, e cila ka pagujt lekët për këto. Atëherë kemi një skuadër tjetër fantastike që vetëm njona mund t'ju rafi juve, po ajtë mo i kemi vu dy tjerë për support. Kemi Plerinën, një lojtare jashtëzakonshme me volejbollin, që kur kanë kriju volejbollin, kanë pas men Plerinën. Është një futbollist këtu, pra nga ana sportit, se është DJ. Po është një futbollist jashtëzakonshëm që megjithse nuk dinte pothuajse asgjë për volejbollin, në një kohë fare të shkurtër, nga dje në dje. E si shumë gjatë i tyre, joni u bledi. Nuk jam provista. Dhe se foli për mua, Soni. Atëherë, Bujaka i cili e zotroi lojën dje dhe të shohim sot çfarë do bëj, po kam përshtypjen që do jetë shumë anal. Si dhe Zhaku. Jemi në kura ime sa të dush, pa. Zhaku, e cila pa Zhakun, kjo që nuk nuk. S'ka kuptim për Zhaku. Edhe unë s'ka kuptim për Zhaku. Pa humbur kohë. Bak me emrin. Do e zjedhë jo. Viso, duhet për fushën ose topin? Qift. Tek, se, bi, qift. Që qa dhe me bo kështu? I, qas i gjos ke përbë, e ume. Që se dhe tekun? Në që ko pak. Ja prisni. Deshja me emocionet forta, topin e ka i liri. Ju rejto gjë. Tifoslik njerë, tifoslik. Tifoslik për ku jeni, për ku janë tifosat. Hyundai, 1 pikë. I kam ultrasit. Bravo, komplimenta. Fantastik, fantastik. Vazhdojmë.
Jashtë. Bravo, Blerisë. Qa je, sot. Hiq mu nga, e kja fallu dhe. Tip tesh. Mos kesh, please, hajde. Hop, opet. Bravo. Dhe mërë. Ska gja. Hajde të tëra të ke u pushime ti moti. Opa. Bravo. Brënda. Opa. E imja. Nice. E mirë. Bravo! Fiton I du fort. Setin e parë, Arameras. Pik. 22. Ishte jashtë, po ishte jashtë pas 22. vizën. Hyundai. Ke tjetër. Jena 1-1 plako. Kape? Fiton Hyundai. 1-1, seti 2. Mu, Bleri. Mos a bukur? Hajde vatan. Bravo. Marë shishër, pas të vazhdojnë. Të trasim, Po kam gjëra. doktorin. Kisha për ta menduar të fitoja 20 sekondë. Ju do e merrni të gjithën më çfarë? Do na e marrin forfere, vetëm rrim fush. Nuk mundet. Vetëm rrim fush. Vetëm me fut visin pastaj. Qa t'i bëjmë gjyri? Atë fusin visin se ky nuk mundet më. E ka për ashtu gjurin shumë keq. Skuadra juaj Po. do zgjidhi një nga çunat që do vëzëmësoj Indrin. Okej, faleminderit. Jo po, Për mirin. Shikoj Hajde, Romir, konsiderata futja që ai kanë birë. për ty. Romir, duhet të rish pak më anash. Pritë. Jam cop. Rjet. Ka rjet. Zemra preku pak rjetën, ju quhet pika atyre. Okej. Varja. Opa, Ilir? Hajde. Bravo! Ska gjë. Ska gjë. Bravo. 18. Bravo. Bravo. Ecim. 24-18. Fly! Nuk do na marrin akoma qeti. Jemi se fituat, në mund ta marrin. Jo. Është vërtet. Sa të bëjmë në fushë fitova. Jepi. Jepi. Opa! Jepi. Hajde! Fermer. Gjatë lojës së voleybollit të zhvilluar sot në Ferm, Indri ka psuar një dëmtim në këmbë dhe për këtë arsye është shoqëruar për kontroll mjekësor në Spitalin Hygeia. Pas ekzaminimeve, si pasojë e dëmtimit, mjekët rekomandojnë se Indri duhet të shmangë aktivitetet sportive dhe sfidat fizike për disa ditë. Mbajtja e patëricave dhe pamundësia për të bërë sfidat fizike e rrezikon Indrin në televotim. Megjithatë, Indri ka treguar vendosmërinë për të vijuar garën. Faleminderit. Por, a mendoni ju se kjo do të jetë drejt? Ju do të keni 24 orë kohë për të menduar në lidhje me fatin e Indrit në Ferm si konkurrent. Indrit do i bëjmë infermier Indrit në vetë. Nesër në spektakël Marej. Nesër në spektakël, seciliit prej jush do t'i kërkohet të votoj po ose jo për qëndrimin e Indrit në garë. Okej. Unë ka këput meniskun. Qa ka bë? Ka kut meniskun. Edhe, por unë do mundohem ditë e para normalisht do kem nevojë për paterica, se kjo është e pashmangshme, se nuk mundem me mbështet gjunin, edhe do maj akull. Do baj terapi, edhe do mundohem me... Ai do të dalësh. Me rekuperu. Do ja dalësh. Unë propozoj që Indrin ta zgjidhim krye fermer nga nesër, që të ketë imunitet një javë për të rikuperuar.